Ne problemi sot nuk e kemi me Edi Ramën, zotëri. Problemin e kemi me 140 bastardë që janë futur në parlament dhe majmin Edi Ramën, e rrisin, e fryn dhe bën Edi Rama çfarë do qefi në emër të tyre. Nëse unë u biciri atyre deputetëve, keni parasysh vëllezër, jo vëllezër nuk u them, po as zotëri nuk u them, po keni parasysh ju deputetët, ju bashkëfajtor kriminal me këtë hajdut, ju një pjesë e mirë juaja pjesëtar të Sinaloas meksikane, largoni që të shpëtoj Shqipëria mos e fusi Shqipërinë në vllavrasje, se të dini një gjë, po që se shpërthen do një dhunë në Shqipëri, fajtori ju nuk është Edi Rama. Se po të dorëzoni kartonat jo më shumë, po 20 vjet nga ju Edi Rama shkon në kosht plerave. Dhe jeni ju që e mbani. Dhe i nati zotëri gazetar i nderuar që të kam bezitur shpesh herë me intervistat e mia ose me ngritjen e tonit, është me këta bandit që kanë uzurpuar karriket e deputetit dhe po mbajnë në këmbë një diktaturë ultraenveriste. Me këta është problemi. Po në këtë rast, a ka rënë Edi Rama në sytet ndërkombëtarëve, sepse në samitin e NATO-s e pam që të ishte ulur një moment kreti vetëm dhe askush nuk e përfillte. Zotëri, një figurë është sa 1000 leksione. Sa 1000 leksione. Pozicionin e tij, vlerën e tij, autoritetin e tij përpara udhëheqësve të tjerë të NATO-s, ne pam që kur ai se ka i Marko Rutte, se ka ky Marko Rutte, sekretari përgjithshëm i Aleancës Atlantikut Veriut. Sekretari përgjithshëm i Atlantikut Veriut i tregoi presidentit amerikan këpucët e bardha, atletet e bardha të karagjorësit shqiptar, aty mbaroi, ai ishte prezantimi për diplomatët dhe për njerëzit që kanë trun kokë dhe sy në ballë dhe shikojnë se çfarë ndodh. Ai e denoncoi dhe i tha urdhë me çfarë charlatani ka ardhur, por nuk është vetëm ajo. Ky iku në Turqi me fort bezor, iku në bezor në Turqi, duke anashkaluar, duke bllokuar presidentin e Republikës, madje nuk i lejoi as aeroplan që të hitte në aeroplan, vetëm se do që të duket vej vetë gjithandej si Zagari për Kocka. Atë bën ai zotëri. Dhe skandalin që bëri me Erdogani dhe me ambasadën turke në Tiranë, duke kundërshtuar me forcë që o do shkonte ai atje o s'ka, se ai nuk ishte kryetar delegacioni. Kryetar delegacioni në ftesën e NATO-s ishte presidenti i Republikës. Ky asnjë kryetar nuk që në ftesë, po ishte një antar. Pra, zotëri, ky është rrezik kombëtar, po nuk është ky, prapë po e them, janë ata palashe që e mbajnë në karike, ata palashe që vinë me Tuareg, me këto bencat, me këto gjipat e mdhenj, super të shtërënjt, dhe që qytetarët që qëllojnë me verdh, dhe shkojnë e futen vrimave në parlament se nuk kanë të dalin shqiptarëve përballë. Kam parasysh dhe një fjalë që do ta denoncoj aty zotërisë, që ishte drejtori i arshivës, deputet i Partisë Socialiste, që tha, Partia Socialiste ju shtyp. Dëgjot ideal. Je Delvinjot dhe mos gaboj jena ante mia, na Kapaleli diku aty. A i tha në kuptimin politik? Leri ato pa kuptimin politik, nuk ka nevojë të thotë ai do zgjer tanket, jo, se s'ka tanke, dhe do t'i nxjerr, po. Fakti është që ata Partia Socialiste po e shtyp popullin shqiptar. Po mos u nxitojnë ato deklarata mondiale, se idealeria akoma s'ke mësuar akoma si bëhet politika, as diplomacia jo. Nuk je në kuvend rrugë aty që të dalësh të tregosh forcën. Je një përfaqësues i një partie politike që supozohet se je zgjedhur me vota. Dhe që ta dish ti mua më bërë thirrje edhe të përkrah ty në kohën e fushatës, po unë duke qenë se jam opozitar me ju nuk mora pjesë në këtë punë, por po ta them, thirrje mendjes se e ke hejpur kali së prapë i themi në angolëm. Po të them prapë thirrje mendjes dhe tërhiqja atë deklaratë që ke bërë, sepse është prezantuese
e plot e politikës së komunistëve shqiptarë. Është prezantim i plot se çfarë jeni ju komunistët shqiptarë. Prandaj ke kujdes me ato deklarata dhe bën të pamundur që të ikni bashkë me këtë sharlatanin, të ikni me paqe, të ikni urtë e butë, pa probleme dhe të hapini rrugën zhvillimit demokratik. Se deri tani jeni bërë paterisë Sali Berishës për të ndjenjur Sali Berisha në pushtet. Zoti Islami, ka pasur një moment kur Mark Rutte tentoi që të vendosë një urë komunikimi mes presidentit amerikan Donald Trump dhe Edi Ramës, duke i treguar Trumpit se si Edi Rama kishte ardhur në takim me atlete ndryshe nga përfaqësuesit e tjerë të vendeve të NATO-s që ishin me këpucë, dhe Trumpi e injoroi komplet. Çfarë do të thotë në këtë rast? Po patjetër, ajo është një gafë e Mark Rutterit, është një gafë, është një budallët, po është dhe një denoncim i Edi Ramës, që ti thot, shikoj se kush kërkon të takohet me ty i nderuar president amerikan. Ja një klon cirku, ja një sharlatan, ja një karajos, ja një shtëpem, një klon cirku, as më shumë as më pak. Pra, ai e ka injoruar dhe e ka injoruar në një mënyrë të tillë që e pa gjithë globi, e pa dhe vetë karagjoze shqiptare Edi Rama se cili vendi i tij tek burrat e shtetit që komandojnë NATO sot. Po është fatkeqësi që ai drejtor Shqipërisë sot dele ai të përfaqësojë Shqipërinë në NATO. Është turp për Shqipërinë, është turp shqiptar. Është turp o vëllezër shqiptar. Po ju deputet të parlamentit shqiptar. Ai kuptoni që po na nxjini fytyrën ju, jo Edi Rama, se ai nxirr është. Po na nxjini ju. Ju që thoni do të Partia Socialiste Shqip, të merr të keqen Partia Socialiste. E morët vesh se të bën atë të hatin që shkruhet. Zoti Islami, a vjen ky reagimi Trumpit në një kohë kur në Shtetet Bashkuara të Amerikës një prej kongresmenëve ka kërkuar hetim për lidhjet e qeverisë shqiptare me trafikun e drogës dhe se si qeveria shqiptare ka lehtësuar trafikun ndërkombëtar të drogës, apo vjen tashmë pak nga pak goditja nga Amerika dhe apo vjen ai ultimatumi i madh amerikan në kuptimin qoftë diplomatik, por qoftë edhe në mënyrën siç e mori vetë Sali Berisha? Jo, zotëri, unë lidhur me politikën amerikane ndaj Shqipërisë kam për të thënë këto gjëra. E parë, Amerika nuk interesohet për jetën e popullit shqiptar dhe për shtypjen dhe për diktaturën që është vendosur këtu, po interesohet për të goditur drogët, dhe narkomanët dhe tregtinë e drogës. Mua ajo droga nuk më prish punë mua, se unë smerrem me drogë dhe i prish punë Amerikës dhe atyre që janë andej matan, grupit Sinaloa, më që thash. Mua më duhet që Amerika të më ndihmojë për të hequr diktaturën dhe diktatura sot është ulur këmbë kryq në Shqipëri. Është rivendosur diktatura e Enver Hoxhës. Dhe Amerika të pozicionohet zotëri. Do e heqë këtë diktaturë apo s'do e heqë? U tha që do vi ambasadori amerikan generali dhe nuk po vjen. Mosarbi ati akoma është shumë shqetësuese për mua. Po ajo kërkon kohën e vet për të vendosur në Shqipëri. Ideja është që mënyra se si Amerika i trajton çështjen në raport me Shqipërinë, edhe pse ne jemi një vend i vogël, ka të bëjë shumë në aspektin e goditjes së trafikut drogës, dhe duke goditur lidhjen e qeverisë shqiptare me trafikun e drogës, a do të thotë në këtë rast edhe fundi për Edi Ramën? Zotri, atë që kërkojnë, që thoni ju, për të goditur qeverinë shqiptare nëpërmjet goditjes së tregtarëve të drogës, ajo është që ta marrësh veshin kështu. Jo zotri, e ka drejt, e ka kollajta ka pikështu veshin qeveria amerikane. Që thotë si zotris, ke narkoman, ke një oligarki trafikantësh dhe hajdutësh dhe kriminalësh që merren me Sinaloan e Meksikës. Ka vajtur thuhet, si që thanë media, nuk e di sa është e vërtet, që pas ka marrë kontakt me ky Taulant Balla me Sinaloan, nuk e di sa janë të vërteta. Këto pam në këto rrjete sociale. Jo, nuk ka një lajm zyrtar të tillë ose investigim. Urdhë? Nuk ka një investigim konkret për këtë çështje. Po, prandaj thash që nuk e di sa është e vërtetë, të më përsipër. Por fakti që Amerika i mëshon problemit më shumë luftës kundër drogës, se sa luftës kundër krimit organizuar në Shqipëri dhe grabitjes së pronave shqiptarëve,
se po grabiten pronat ditë për ditë dhe duhet të them dhe një tjetër që ta dinë mirë shqiptarët. Po bëhet luftë klasa që mirë fill, nuk bëhet më me agitacion propagandë, po bëhet duke u rrëmbyer pronat kundërshtarëve politik. Duke edhe jo rastësisht krye hajduti, krye gangsteri shqiptar, gangsteri s'është ai, po krye hajdut xhepash, Edi Rama mori ASK-n, Agjencinë Qendrore të Kadastrit në varësi të tij dhe dalin mbi vendosje me dokumentat falsifikuara. Nuk e keni idenë se çfarë po bëhet në kadastër. Më ka ardhur dje një dokument që ishte i korrigjuar në fakt. I korrigjuar emri, duke qartësisht i korrigjuar. Dhe kadastra nuk ndihet për këtë, po i ka dhënë atë certifikat në pronësisë me emër të korrigjuar. Këto s'kan bëvraki. Po këta kujtojnë se nuk merren vesh. Merren vesh do të rinë, na vinë aty se kemi punën tillë që na i sjellin. Pra, kemi të bëjmë me një grup të strukturuar hajdut kriminal, të cilin qeveria amerikane duhet ta denoncojë. Zot Islami, një episod tjetër ka ndodhur në Ankara të Turqisë ku Edi Rama nuk u prit në aeroport nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, duke e lënë atë të kretë vetëm në aeroport. Çfarë mesazhi ka dhënë në këtë rast Erdogani Edi Ramës? I ka thënë që qëro mos hajde më në Turqi. Kjo është e qartë. Kur nuk të ftoni zoti i shtëpisë, ne ka ca rregulla që një gjithë bota. Jo ne dhe turqit dhe evropianët që kemi kulturë dhe kemi trashëgimi historike, po dhe ata papuat e Australisë dhe ata po stëftuan, po vajte paftuar nuk të vaj. Këtë duhet shikojnë shqiptarët dhe këtë duhet ta shikojnë mirë, ta lexojnë mirë atë pritje, ta lexojnë mirë deputetët që aktualisht mbajnë kartonat e Kuvendit Popullor. Dhe po ju them më me qetësi tani, më me ngadalë, më me njerëz villok. Si jam i detyruar të them kështu. Largohuni, jepni dorëheqjen ose shkëputuni nga një grup parlamentar. Jo të bashkoheni me këtë tjetrin se këta që ju bashkini, po shkëputuni që ati të hiqet e drejtat që të jetë majorancë dhe të dorëzojë pushtetin. Dhe të përgatitet vendi, krijohet qeveria teknike siç është kërkuar, se këtë kërkon protesta. E nuk kërkon protesta që të krijojnë qeveri teknike për dhe me pësën. Jo, protesta kërkon që të krijojnë qeveri teknike pa për pjesëmarrjen e asnjë nga këta politikanë. Prandaj u them politikanëve, këtyre parlamentarëve, ikni mos e fusi, se dëgjoni, edhe një po ju them. Shqiptarët nuk u harrojnë çfarë do që të bëni. Edhe në vrim të mirë të futeni do t'u gjejnë. Jeni të sigurt për këtë.